Besoj që ka shumë arsye. Njëra është kjo që unë thash, zgjedhje të pjesshme për një mandat që është rreth një vit e gjysmë për një kryetar bashkie. Megjithatë, këto ishin të rëndësishme për ata që fituan, sepse në një farë mënyre ata që fituan në këto zgjedhje janë edhe kandidatët kur të zhvillohen zgjedhjet normale në pranverën e vitit 2027. Por më shumë se sa kaq besoj që ishte një vot refuzimi, pra pjesëmarrja, mosbesimi tek politika, nuk është zgjidhje. Edhe pse qytetarët mund të jenë në të drejtën e tyre të refuzojnë të votojnë, sërish refuzimi shkon në dobi apo në favor të atij që ti nuk do. Sido që të jetë pjesëmarrja do të ishte zgjidhja më e mirë.